Ka nisur sot faza para konkursit pranimit për vitin e ri akademik në Departamentin e Arteve në Universitetin Luiq Gurakuqi. Konkursi u zhvillua në 2 degët e këtij departamenti, muzikë dhe arte pamore. Sipas pedagogëve të këtij departamenti, interesi të rinjve për të ndjekur studimin në këtë degë është i kënaqshëm. Atëherë, studentët kanë filluar të kenë interes gjithmonë më shumë për pedagogjinë muzikore, sepse pedagogjia muzikore në një farë mënyrë është pjesë e edukimit të përgjithshëm, pra këtë gjë duhet ta kemi parasysh mirë, nuk është thjesht çështje muzikore, po e edukimit muzikor. Kjo ka rëndësi të madhe, sepse ndikon shumë tek brezat e rinj në formimin e tyre, si në aspektin psiqik, gjithashtu edhe të kulturës. Edhe këtë vit prurjet pritet të jenë kryesisht nga Shkolla Mesme Artistike Prengjakova. Kështu ne presim që këtë vit të kemi një prurje interesante. Ato studentat që vinë janë kryesisht të degës studimeve muzikore, të cilat kanë bërë më përpara, zakonisht të shkollave të muzikës, por ka edhe nga shkolla tjera të cilët në një farë momentit, si thosh jashtë meze, lampa jeshile, semaforit kundrejt nëse muzikës. Kjo është faza para e këtij konkursi, ndërsa pritet të zhvillohen edhe 2 faza të tjera. Si gjithmonë jemi me faza. Konkursi është interesant sepse ka brenda si aspekte teorike muzikore, solfezhi, diktati, gjithashtu aspektet e formimit harmonik dhe gjithashtu aspektet e historisë së muzikës dhe edhe të folklorit tonë. Pra një buqet 360 gradë e formimit muzikor. Në fazën e parë të këtij konkursi morën pjesë 20 të rinj në 2 degët muzikë dhe arte pamore. Sipas drejtuesve të Departamentit të Arteve, pritshmërit janë për të njëjtin trend si dhe vitet e tjera, 15 deri në 20 student në çdo degë.